Marina Vjollca është një nga figurat më të dashura të showbizit shqiptar, edhe pse ka qenë ëndra e shumë djemve. Ajo i tha po vetëm reperit Getoar Selimi. Çifti duket se janë të lumtur në krah të njëri tjetrit dhe nuk ngurojnë t'i ndajnë këto momente me ndjekësit e tyre në rrjetet sociale. Në muajin qershor, çifti vendosi të fillojë pushimet, por një lajm i papritur bëri që ato të largohen nga Bregdeti dhe të nisen urgjentisht për në Kosovë. Por çfarë ka tronditur kaq shumë Marinën dhe Getoarin? Ka qenë pikërisht arrestimi i mamit të reperit, Florie Selimi, gjatë një operacioni të policisë dhe prokurorisë në Ministrinë e Infrastrukturës në Prishtinë. Për maman e reperit, ka qenë një ditë e zakonshme pune në zyrë, deri në momentin që brenda kanë hyrë forcat policore dhe i kanë paraqitur urdhër arrestin. Mama e Getoarit ishte pjesë e grupit të 3 zyrtarëve në Ministrinë e Infrastrukturës që u ndaluan në aksionin e koordinuar nga Prokuroria e Kosovës. Ajo dyshohet për keqpërdorim detyre apo autoritetit zyrtar. Ajo i është bindur urdhrave të policisë dhe ka lëshuar menjëherë zyrën, ndërkohë që po vijojnë të thellohen veprimet hetimore pas marrjes në pyetje. Pasi morën këtë lajm, Getoari me Marinën erdhën menjëherë në Prishtinë për të qëndruar afër mamit dhe familjarëve në këto momente kaq të vështira. Marina më herët ka deklaruar se ka marrëdhënie shumë të mira me vjerën dhe flet hapur me të, sepse ajo është një nga njerëzit e pakët që mund ta kuptojnë atë mjaft mirë. Ajo shpesh ka thënë se ka kërkuar vjerës që t'i mësoj edhe se si bëhet flia, sepse ka dëshirë të jetë një nuse që ndjek traditat. Burime pranë moderatores janë shprehur se në momentin që Marina ka marrë vesh lajmin, është shprehur se ka besim të plotë që vjera do të dalë e pafajshme, sepse ajo është një grua me integritet. Secili nga ne mund të hetohet, por kjo nuk na bën fajtor, për aq kohë sa nuk provohet fajësia. Është çështje kohe, derisa drejtësia të flasë, është shprehur moderatorja shqiptare.